Një fjalë e vjetër hinduiste thotë: çdo gjë që të ndodh në jetë, të mbash mend që ose është një leksion, ose është një bekim. Po pse thonë këtë? Gjithsekush ka probleme, por kush më shumë dhe kush më pak. Dhe unë sot do t'ju tregoj se çfarë po ndodh në këtë periudhë dhe çfarë do të ndodh deri në vitin 2050. Me aq sa jam i informuar, nuk jam askushi, thjesht kam lexuar dhe vazhdoj të lexoj dhe jam akoma më i bindur sot që ajo që ka për të ndodhur gjatë këtyre viteve është më se e vërtetë. Kush është këtu rastësisht, si gjithmonë, nëse nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes si shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Në vitin 2005-2006 kisha menduar, siç thash ata që e dinë, për një eveniment. Dhe nga evenimenti fillova që të studioja se si mund të arrija të bëja këtë eveniment. Dhe nga aty fillova që të kuptoja disa gjëra të rëndësishme, sepse duke studiuar, duke u informuar, kupton. Dhe njëra nga shkrimet që më bëri shumë përshtypje ishte e një gazetari që nuk e mbaj mend emrin, por fliste për një evoluim të jetë të njeriut, të qelizës dhe të njeriut. Dhe ai shkruante, mbaj mend sepse isha në metro po shkoja drejta një Anaqinës dhe e mbaj mend që mora pikërisht atë gazetën Metro. I jepen falas, ato i vënë në një kuti kështu dhe fjalë mund t'i lexosh falës, i lë prap në vend nëse do ose merr me vete. Unë e merrja gjithmonë sepse lexoja edhe gjatë rrugës. Dhe mbaj mend që shkruante jeta e njeriut është komplekse dhe çdo gjë që na rrethon, çdo gjë që ndodh, me fjalë na rrethon, ndodh së bashku me njeriun. Dhe nëse atje jashtë, siç thonë ekspertët, po ndryshon çdo gjë dhe po evoluon, edhe njeriu do të evoluojë së bashku me universin dhe me tokën. Mirë po, shumë nuk janë gati. Dhe kështu që do vi një moment që, si thoshte aty, shkruante, që njeriu do ndahet në specie dhe në nën-specie. E kam thënë këtë, por doja që ta nënvizoja pak më mirë se përse bëhet fjalë. Kështu që zhvillimi i njeriut ka filluar, ka kohë që ka filluar që në vitin 2000. Por kush e bëri zhvillimi që ta kuptoj më mirë? Zhvillimi i njeriut filloi nga vitet 800, siç e kemi thënë, 850, por me kalimin e kohës, duke filluar nga viti 900, e këtej u bën ndryshime të mëdha. Dhe ndryshimet që bën, duke filluar që nga lufta e parë, pastaj lufta e dytë botërore, ishin themelore ato dy luftra, dhe shumë probleme të tjera që ndodhen, bën që të arrinte njeriu në vitin 1950-1960 dhe nga ai moment filloi zhvillimi. Dhe kur filloi zhvillimi, sepse filloi pikërisht në bazë të kompjuterit, të internetit etj, sepse më përpara njeriu ishte shumë ignorant, ishte i pa informuar. Sado që të lexosh libra, prap se prap ti nuk arrin dot që të informohesh si informohesh sot. Sot është e pa diskutueshme që njeriu informohet më shumë. Dhe duke filluar pikërisht pra nga telefonat, nga viti 2000 e këtej, filluan njerëzit që të informoheshin më shumë. Po të marrësh sot njerëzit që janë sot me njeriu që ishte në vitet 50 apo ndoshta më përpara, dhe ti përballësh ata mes njëri tjetrit, shikon diferencën abisale, me fjalë një diferencë jashtëzakonisht e madhe të inteligjencës, sepse sot e kemi informacionin gjithandej dhe varet nga ne, direkt nga ne se kush merr informacionin dhe si e merr këtë informacion. Pra, duke filluar që nga viti 2000, e këtej filloi zhvillimi i njeriut. Po ja më ndiqni me vëmendje, sepse është për të mirën e të gjithëve, për të mirën tuaj. Pra, të gjendeni brenda këtij zhvillimi dhe të jeni pjesë e zhvillimit. Pra, jo të vi një moment të thoni bëra asgjë, por të jeni pjesë. Thash e përsëris, sa më shumë eci përpara dhe aq më shumë bindem që kjo është e vërtetë. Dhe kështu që pas vitit 2000 filloi zhvillimi. Telefonat, informacioni ishte te jetë i rëndësishëm. Para 5 viteve doli nga
Komiteti Evropian në atë kohë, që është tani është European Union European, me një fjalë bën një ligj të privacy-t. Çfarë ishte privacy? Privacy ishte që shumë njerëz po neglizhonin me informacionet dhe filluan që të jepnin informacione budallëqe. Për shembull, pse duan që ta mbyllin TikTokun? Duan ta mbyllin TikTokun pikërisht sepse jep budallëqe, jep banalitete dhe nuk bën kontroll të kualitetit, po flas. Kështu që Facebook, Instagram apo YouTube bëjnë kualitet. Duam apo nuk duam ne, bëjnë kualitet. Dhe kjo është tepër e rëndësishme, sepse ata që kontrollojnë çdo gjë, pra kush fshihet pas këtij projekti, ose The Great Reset, reseti i madh, e din shumë mirë që njeriu duhet që të eci një hap me zhvillimin. Dhe nëse po ndodh, siç thash, diçka atje jashtë, ti duhet të jesh një hap, se ndryshe mund të dalë diçka që të shkatërron totalisht. Pra, informacioni është tepër i rëndësishëm. Dhe çfarë ndodhi? Një pjesë e njerëzve, po ta shikoni, ata të rinjt, për shembull, të rinjt e sotëm, duke filluar nga mosha 10 deri në 20-25 vjeç, janë shumë më të zgjuar se çfarë ishim ne dikur. Në moshën e tyre po flasë. Po ti shikoni, ne kur ishim për shembull 10-15 vjeç, po unë s'kuptoja fare. Edhe shokët e mi, duke sikur kuptonin, po nuk kuptonin të vërtet asgjë. Sepse nuk kishte informacion. Ne përcillnim ato informacione që ndanin prindrit tanë, njerëzit përreth, në njëri që dinte diçka, por shumë pak dinin. Dhe ato pak ne i shpërndanim mes njëri tjetrit dhe imitonim njëri tjetrin. Pra ishim vetëm thjesht lëvizës të informacionit. Por nuk është se mbillnim informacion. Pra si bëhet sot. Sepse ti duke studiuar shikon dhe të vjen një ide dhe mbjell informacionin. Dhe kjo duket qartë në të rinjt që janë sot. Të rinjt që janë sot janë shumë më të zgjuar se ne. Shumë më të zgjuar se ne. Çfarë ishim ne dikur, po flas. Kështu që merreni me mend se si do të jenë të zgjuarit pas 10 viteve ose 20 viteve, ose moshatarët e tyre 10 deri në 25, si thash, pas 10 viteve dhe moshatarët gjithmonë të tyre pas 20 viteve gjithmonë 10 deri në 25 vjeç. Do ketë një evoluim gjigant. Ju garantoj për këtë. Jam 1 miliard%. Bile sot doli Zuckerberg, pronari i Facebookut, dhe tha diçka tepër të rëndësishme në një konferencë. Telefonat celular, unë kam thënë para disa viteve, këtë që këta telefona nuk do shërbejnë më, as këta telefona dhe as kompjutera që përdorim sot. Sepse nga momenti që futet kompjuteri kuantik, ndryshon çdo gjë. Ndryshojnë valët, ndryshon emetimet, ndryshojnë pjesët e mekanizmave që ne përdorim, dhe do të jetë diçka tjetër. Ne do shikojmë çdo gjë në 3D, bile në 7 apo në 8D, që shikon nga të gjithë anët si një hologram. Dhe pikërisht pra për këtë, mendoj që zhvillimi do jetë tepër i madh. Por çfarë ndodh me zhvillimin? Zhvillimi sjell probleme. Ta dini, është normale që sjell probleme, sepse në çdo zhvillim, në çdo ndryshim që bëhet, ka probleme. Probleme për të mira dhe probleme të këqija. Por duke qenë i nevojshëm zhvillimi, problemet e këqija janë më pak, sepse ne duhet, me fjalë qeliza, dhe njeriu duhet të mbijetojë dhe duhet të ecë përpara. Kështu që duam apo nuk duam, ne duhet të japim prioritet zhvillimit. Dhe çfarë po ndodh tani? Një pjesë e njerëzve janë degraduar totalisht. Duket sikur din, por nuk din asgjë. Janë degraduar, sepse degradohen nga mos pranimi i një zhvillimi ose një jete të informacioni, sepse informacioni shpeshherë ndonjërit i krijon probleme ose i krijon edhe të vjella. Nuk është budallëk, po them është e vërtetë kjo. Ka shumë njerëz, po ta shikoni, për shembull, nëse ju shikoni një televizorin, po shikoni televizorin dhe në një moment shikoni diçka shkencore. Nuk e ndiqni dot më shumë se 5 minuta. Është e vërtetë. Me fjalë, nëse të intereson ti e shikon,
por nëse nuk të intereson, ti nuk e sheh. Me fjalë 5 minuta maksimum, 10 minuta pastaj ti e heq. Pra ti preferon më shumë të shikosh një film, të shikosh një budallë, diçka për të qeshur, se sa një informacion shkencor. Do kushte ju do thotë, po mirë, edhe informacioni, se ne punojmë gjithë ditën dhe në duhet të argëtojmë. Dakord? Por mendja nuk e pranon. Pra pranon do diçka të thjeshtë, diçka banale. Dhe kjo është vlen për të gjithë, nuk vlen vetëm për një, vlen edhe për vetë shkencëtarët. Sa do që t'jem vetëm nëse ata kanë diçka që u interesojnë, që dëgjojnë atë fragment, ose ta shohin se s'bën, dhe për atë moment që e troqi, pastaj ndrojnë kanal. Pse kjo? Sepse mendja është, ne kemi lindur parazit. Ne normalisht nuk duam të bëjmë asgjë. Asgjë, njeriu nga natyra, nuk do të bëj asgjë, nuk do të lexoj, nuk do të punoj, nuk do të bëj asgjë. Sepse lodhet, pra mendja e njeriut lodhet, dhe e dini se çfarë është ky? Ky pra është truku i digjitës. Sepse ne, ashtu si thuhet në të gjitha besimet fetare, kemi lindur për një eksperiencë. Pra në këtë botë, në këtë jetë, ne po bëjmë një eksperiencë. Dhe nëse ti bën eksperiencë, ti zgjedh gjëra të reja, sheh gjëra të reja, zbërthen gjëra të reja. Dhe këto gjëra të reja dal nga dal të krijojnë lapsus ose të krijojnë probleme në tru. Me fjalë edhe probleme në trup, por është pikërisht ky çelësi. Pra mos të gjesh çelësin që ti të mos të lodhesh duke u informuar. Pse duhet që të jemi tani? Kjo është e rëndësishme. Pse duhet që të jemi pjesë e evoluimit? Sepse nën specia, pra ata që nuk janë të zhvilluar, dal nga dal do degradohet qeliza, do vdesin qelizat dhe vdes njeriu. Pra nuk do të ketë impulset e duhura të zhvillimit. Dhe ato 12 elikat që kemi folur të ADN-s, sepse 2 prej elikave janë në funksion, 2 elikat të ADN-s, 10 elikat që janë ato që flejnë, nuk mund të zgjohen tek këta njerëz. Sepse normal, në momenti që bëhet shkëputja, nuk zgjohen. Dhe nga momenti që nuk zgjohen, humbet jetën. Për sëmundje, për një infarkt, për çdo gjë. Pra, sepse ju dua të mirën, dhe po them një argument që, siç u thash, sa më shumë si përpara dhe aq më tepër bindem. Dhe shkaku i sotëm që bëra këtë video është pikërisht i Zuckerbergut, pikërisht i tij. Sepse ai la deklaratën duke thënë për kompjuterat dhe telefonat që nuk do të jenë këta që njohin sot, dhe teknologjia nuk do të jetë ajo që njohin sot. Diçka që unë kisha shkruar para disa viteve dhe kemi bërë dhe në emisione, dhe më bëri përshtypje. Dhe nga këtu doja që të lija një mesazh sot, normal për ata që kuptojnë, informohuni, hapni dyert, hapni dritaret e mendjes që të jeni pjesë e evoluimit për veten tuaj. Sepse siç ju thash, ju duke përcjell edhe spermatozoidet, duke përcjell tek fëmijët tuaj e tjerë, dhe mendimin që nuk është alternativ, por është i prapambetur, kjo degradon edhe fëmijët. Dhe më vjen keq që e them, por kjo është e vërteta dhe doja ta thoshja haptazi, hapur për gjithë. Pra, çfarë do ndodh deri në vitin 2050? Pikërisht pra, ky zhvillim që po ecën me hapa gjigant do konkretizohet në vitin 2050 dhe gjatë kësaj rruge do humbasin jetën shumë njerëz, sepse ata që nuk do t'japin për shumë arsye, jo vetëm kjo, për një pafundësi arsyesh, por kjo është një nga arsyet më të rëndësishme. Pra, mos pranimi, sepse si thash, ne pa e kuptuar, mendja jonë është parazite dhe ti nuk e kupton. Kështu që duhet të sforcohesh për të qenë pjesë e këtij zhvillimi. Pra të informoni sa më shumë, të jemi këtu së bashku, të lexojmë, të diskutojmë, duke dëgjuar të diskutuar tjetër, duke lënë dhe ju mendimin tuaj, sepse duke shprehur mendimin, nxit edhe mendimin alternativ. Kështu që unë ja u thash. Tani pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument që ju thash, dhe nëse keni vënë re që ka një pjesë që janë të zhvilluar dhe një pjesë që janë të prapambetur. Shikojeni. Dhe e fundit, shkencërisht, truri që është më i zgjuar,
pra njerëzit që janë më të zgjuar jetojnë më gjatë. Është shkencore kjo. Kjo nuk mund ta mohoj askush, kështu që kush e mohon është dyer ignorant. Më falni që e them. Kështu që pres komentet tuaja, natën e mirë.